Trumpi ka mbarë një vendim reciprok ndaj shumë shteteve dhe në këtë rast edhe ndaj Kosovës, por ne qeverinë e Kosovës se kemi pa lajmëruar qysh me 5 mars që të heq taksat nga produktet e importuara të Shtetit të Bashkuara të Amerikës, për arsye që Kosova të përjashtohet nga këto masa që të tarifohen eksportet e Kosovës. Prandaj, zakonisht kërkesat kur shkojnë nga komuniteti i biznesit dhe këtë rast nga Aleanca e Biznesit janë gjithmonë burime të sakta, sepse kem pas pa lajmërime të sakta që administrata Trump është duke përpilue një varg masash ndaj shteteve të ndryshme. Por, pavarësisht nga gjitha këto, ai ka vepruar njëjtë siç po vepron Kosova ndaj produkteve të Shtetit të Bashkuara të Amerikës. Për 4 vite, Kosova ka pasur eksport mbi 440 milion produkte të ndryshme, po ashtu ka pasur edhe importe rreth mbi 400 milion. Prandaj ne e vlerësojmë që bilancin tregtar më të mirën me ndonjë shtet në botë kena me Amerikën. Dhe pikërisht është dashur Kosova të rishikon këto mundësi dhe vlerësojmë shumë lart qeverinë e Kosovës nëse merr hap të drejtë për drejti për të heqë taksën 10% për produktet e importuara nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në mënyrë që asaj të jepet mundësia në të ardhmen të heqë edhe për eksport e Kosovës. Normal që këto ndikojnë në rritjen e çmimeve ato që importohen, se zakonisht i lëndë parë, por ndikojnë edhe tek prodhuesi vendor, të cilët ata detyrimisht duhet që ose ta ulin fitimin e vet për 10% ose ta humbin tregun në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e që e vlerësojmë që në këtë rast humbja e tregut në Amerikë është një humbje e madhe për prodhuesit dhe Kosovën. Kosova ka pasur që nga viti 2008 dhe këndej preferenca tregtare mbi 3500 produkte për të eksportuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës pa taks. Dhe kjo ka qenë një mundësi e madhe, bizneset së fundi kanë filluar ta shfrytëzojnë sepse janë zhvilluar, kanë gjetë treg dhe tash nga kjo mund ta hupin eksportin, mund ta humbin tregun, por mund të përfitojnë dika tjetër. Dhe mendoj që Kosova dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet të kenë masa reciproke me taksa zero në të dy anët, në mënyrë që miqësia jonë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës të konvertohet edhe në interes biznesor ekonomik dhe në rritjen e shkëmbimeve tregtare me këtë vend.